Shtetet e Bashkuara e kanë hedhur poshtë deklarimin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti se Kosovës po i kërkohet të paguajë çmimin e përpjekjes së Washingtonit për ta tërhequr Serbinë nga ndikimi rus. Kurti foli ditë më parë për këtë gjatë vizitës në New York, kur është pyetur për pezullimin e dialogut të planifikuar strategjik nga SBA-ja me Kosovën. Por një zëdhënës i ambasadës së SBA-s në Prishtinë i tha kohës nëpërmjet një përgjigjeje me shkrim se vendimi për pezullim bazohet tërësisht në veprimet e qeverisë në detyrë. Çdo sugjerim që lidhet me Serbinë apo me aktorë të tjerë të jashtëm është i pasakt dhe një përpjekje për të shmangur vëmendjen nga çështjet thelbësore. Ne ja kemi shprehur drejt për drejt shqetësimet tona kryeministrit dhe ja kemi bërë shumë të qartë qëndrimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ky zëdhënës ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të jenë gjithmonë shtet mik i afërt i popullit të Kosovës dhe se janë plotësisht të përkushtuara ndaj partneritetit mes dy vendeve. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara i nxisin partnerët tanë të punojnë në mënyrë konstruktive për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë. Ne duam të ecim përpara me qeverinë në detyrë, por na nevojitet një partner që e kupton nevojën për të shmangur veprimet destabilizuese dhe që është i përkushtuar për të avancuar stabilitetin rajonal dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ne do të vazhdojmë të vlerësojmë veprimet e qeverisë në detyrë. Gjatë një paraqitjeje me studentët në New York, Kurti ka theksuar se Kosova nuk duhet ta paguajë çmimin e përpjekjes së SBA-s për ta tërhequr Serbinë nga ndikimi rus. Aty ku kemi disa pengesa është në diplomaci, sepse sipas meje, SBA-ja e konsideron shumë të rëndësishme që ta tërheqë Serbinë nga hemisfera lindore, sepse Serbia është e lidhur ngushtë me Moskën dhe ne, duke qenë të palëkundur në sundimin e ligjit, demokracinë, sovranitetin shtetëror dhe integritetin territorial, disa politikanë dhe diplomatë në SBA vlerësojnë se ne nuk po ndihmojmë SBA-n që ta shkëputësë Serbinë nga Federata Ruse. Por sinqerisht, ky nuk duhet të jetë problemi im. Kurti ka udhëtuar javën e shkuar në SBA me qëllimin për takime në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, por kanë munguar takimet me përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ka takuar kongresist e senatorë republikan, por bazuar në njoftime në asnjërin prej tyre nuk ka folur për pezullimin e dialogut të planifikuar strategjik. E takimin e fundit e ka realizuar me kongresistin demokrat Richie Torres. Në takim, kryeministri theksoi aspiratën e palëkundur të Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO, si orientim dhe objektiva strategjike të shtetit tonë. Kryeministri gjithashtu nënvizoi planet e mëdha investive në vend, përfshir projektin e hekurudhës Prishtin-Durrës, zhvillimin e hovshëm të sektorit të teknologjisë dhe mundësitë që kompanitë amerikane të bashkëpunojnë e të investojnë në Kosovë. Në SBA qëndroi edhe presidentja Vjosa Osmani. Mes takimeve të realizuara të saj është ai protokollar me presidentin Donald Trump, si dhe me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Por as Osmani nuk ka treguar nëse ka folur për pezullimin e dialogut të planifikuar strategjik.